Kjo e endje është e dominuar nga debatet në parlament, ku në këto momente pozita dhe opozita po vazhdojnë seancën pesor të gjatë për diskutimin e raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe për votimin e një projekt të rezolute të hartuar më herët nga komisionet parlamentare. Debatin është duke ndjekur Muhamet Veliu, i cili së bashku me kolegen Kristi Gongo kanë zgjedhur disa nga deklaratat që ne do të transmetojmë në vijim, por le ta nisim bisedën me Muhamedin. Atëherë, cilat kanë qenë pikat kryesore ku është fokusuar debati sot, Muhamet? Genta, siç dhe ju e thatë me të drejtë, dhe kjo enjte parlamentare është dominuar nga çështje që bëjnë me integrimin europian të Shqipërisë, dhe për këtë ka kontribuar më së tepër, ti do të thoja, pika e parë e rendit të ditës, një raport i qeverisë për sa i përket gjetjeve të progres raportit të Komisionit Evropian, që në fillim kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha e ka quajtur raportin e qeverisë për integrimin si një mashtrim dhe ka kërkuar të lexohet i plot në parlament, por kryetari i Kuvendit Niko Peleshi tha se ky raport tashmë është diskutuar në komisionet parlamentare dhe deputetët kanë 5 orë kohë për të diskutuar dhe shprehur mendimet e tyre sot në seancë plenare. Megjithatë, zoti Berisha edhe një herë tjetër nuk ka harruar të bëj pak diversion me Elisa Speropalin për qëndrimet e saja të shprehura së fundmi, ndërsa deputetët e tjerë të opozitës kanë ngulmuar që në këtë seancë të rëndësishme kur diskutohet ky raport i qeverisë duhet të jetë prezent kryeministri Edi Rama dhe ministri e shtetit, njëherëzi krye negociatore me Bashkimin Evropian Majlinda Dhuka, ndërsa qëndrimi socialistëve erdhi përmes Tauland Ballës, i cili tha që nuk ja vlen të prishim atë klimë të mirë dakordësie të arritur në komisionin parlamentar për punë dhe jashtme, nga ku është dakordsuar një rezolutë e përbashkët PDPS për sa i përket integrimit evropian. E pikërisht se çfarë përmban kjo rezolut është lexuar nga kryetari i këtij komisioni, zoti Igli Hasani. Kolega ime Kristi Gongo i ka bërë një përmbledhje qëndrimeve të zotit Berisha dhe Tauland Ballës pak më herët këtu në Parlamentin e Shqipërisë. Le të ndjekim bashkë. Keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjala e parë tek fjala e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Paraqisti një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni. Skandal! Nuk arrini gjë këtu. Keni detyrim na qytetarëve. Dhe ju që po më shifni atje do të bëj një pyetje këtu. Ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja? Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Pas një vot kundër, pas një abstenim gjitha pro, kemi miratuar një dokument i cili është një dokument shumë i mirë, ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoj pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, por ka mbi të gjitha yllin orientues të Shqipërisë sonë përbashkët, e që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Muhamet Veliu, të falenderoj për raportin tënd live nga Kuvendi i Shqipërisë.